Afu ka praner, për mu gzima ka, më thoni shoki her, t'mashtoni sevdan, e folni shoki her, ta shodhe unë sevdan. Adelina, mirë se erdhët në emisionin Spektër të televizionit Opinion. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, faleminderit për gjitha. Adelina, keni shumë këngë, shumë hite, karrierë të gjatë, kuptohet që edhe ju keni pas vështirësi, probleme, telashe, apo edhe pengesa që të arrini një diçka të mirë, një sukses. Është mirë pak më kthy mrapa, pak më kujtu do kora atër të albumit parë, të këngëve tuaja paraqitjeve që i ke pas. Është shumë e vërtet. Bjen pak më kthy mrapa, mirë po, intereson edhe publikut. Posaçërisht në këtë moment, është kënaqësi për mu ta kemi një retrospektiv të atyne kohrave. Ndoshta pse kam qenë fëmijë, unë nuk kam ditë me i vërejt pengesat, nërskamcat, problemet e këtij profesioni. Për mu ka qenë kënaqësi me dalë, me kënu, edhe me shku të shtëpia. Mirë, e ke pas ndër që të këndosh, na intereson me ditë kush ka qenë fajtor, jo fajtor në atë aspektin pozitiv, që juve ju ka shty që të merrni me muzikë, apo ndonjë profesor, apo ndoshta edhe në shkollë, ndonjë aktivitet shkollor. Si u zbulua talenti juaj? Ka qenë shumë e çuditshme, unë e kom përmend edhe ma herët, po kur nuk është vonë me përmend prap. Jam nisë me u regjistru në shkollë fillore, po mendoj kom qenë 5 vjeqare gjysmë. Atë ditë nuk ka qenë pedagogu aty. Afër ka qenë shkolla e muzikës, edhe më thot nana, a do me u regjistru edhe këto, atë pëlqen muzika, thash pse jo? Gjithmonë kom qenë kështu, pse jo? Edhe jom regjistru aty, dhe me thonë jam pranu me një herë në degën e pianës, edhe profesoresha jame ka qenë hungareze ajo, në atë kohë, si duket e ka vërejt, po flas me fjalët e saj, jo të mijat, se s'du me tingullu këtu jo modeste, e ka vërejt një gjallëni edhe më ka udhëzu te Pranvera Badivuku në atë kohë në Radio Televizionin Prishtinës, po flas për atë kohë. Do me thonë, janë 23 vite në pyetje, 22 vite e gjysëm. Jam pranu fillimisht në korin e fëmijëve të Radio Televizionit Prishtinës, ku prej komisionit mu ka besu një këngë për akordet e Kosovës. Do me thonë, talenti jam është zbulu... Në cilën mosh ishte, ajo periudhë? Po kam qenë dikon 6 vjeqare gjysëm, nuk e di saktësisht, se edhe unë jam shumë e pakujdesshme, nuk i kom rujt materialet për veti, nuk i kom mirë, edhe lufta e ka bot vetën që shumë gjana mu kanë zhduk, dhe do me thonë kjo ka qenë ajo, dhe kom konkuru në akordet e Kosovës, ma nej vendin e parë, vitin e parë që kom konkuru vendin e parë, edhe të jurisë profesionale, po edhe të publiku, Tokarina ka qenë nga publiku. Adelina, ka këndu gjithë kush në atë kohë? Si kur sot që është rasti, për shambull? Jo. Mundësit janë më të mira, tash mundësit teknike? Nuk po dhja, sigurisht jeni generata të reja, ma të reja se one, mirë po, aty ka pas drejt konkurimi gjithë kush. Mirë po, ka qenë një komision i cili e ka verifiku kush po e kush jo. Për shambull në kërë, kanë qenë shumë fëmijë, mirë po, nuk kanë marrë gjithë pjesë me këngë. Ndërsa tash, ma shumë më pëlqen tash që jipet gjithë kujt rasti me kënu. Pse? Gjithmonë të njëtën
ton karierën, unë kom një farmyre kom apelu me ju leju gjithë kuj që ka dëshirë me këndu, me ju leju me këndu. Pse? Për me e bo publiku filtrimin. E jo me thonë, nuk mu dha shansa me këndu, se unë jë ma i miri. Jo, tash e ka shansën gjithkosh me këndu. Ose unë e kisha këndu ma mirë këtë këngë, për shembull. Po, kjo është, apo dojmë demokraci. Se demokracia nuk është diçka që e përthekon veç politikën, po gjitha fushat jetësore. Po dojmë demokraci, po dojmë liri, atëre të lejojmë lirin edhe në artë. është publiku ai që i vlerëson. Kush po e kush jo. Gjithmonë e them që në disa mediume propagohen njerëz cilë nuk i kanë as 200 njerëz publik. Mediumi është ai që e rrëzon një shtet ose e ngrit një pushtet. Kjo njihet me shekuj, kjo nuk është përmenaj propaganda gjithmonë ka qenë njëna prej pjesëve më të fuqishme të lansimit të një dikujt, kush do qoftë, cila do lami e jetës, doktor i mirë, këngëtar i mirë, ose po të dhjene. Do me thonë, mirë po, na si këmbë e kemi një të mirë. Kemi arë një kohë kur publiku ka rastin me njoftë personalisht këngëtarin, ose këngëtaren. Nëse ka lexu ose ka ndigju gjana shumë të këqija për atë këngëtar ose këngëtare, në momentin që takohet, flet, e sheh performansën, nuk ka mu shgënjën këngëtarin, po ka mu shgënjën mediumin. Edhe nuk i beson mu ati mediumin. Mirë, në atë kohë, sa ju kanë dhënë hapësirë mediat, ju si fëmijë, si këngëtare, për RTP-n e kam fjallën. Edhe si ka qenë ajo ndjenja që kur e ke pa vetën për shembull në televizion. Po, atëherë ka pas shumë pak media normalisht. Unë si fëmijë edhe nuk e kam ditë me kuptu çka është ndodh. E sheh vetën si... Jo, po me kalimin e kohës, kur i ke pa... Dikush tjetër, tu ka duk si dikush tjetër edhe po mirë. Kjo ku ka mirë, kjo s'ko ka keq. Dhe me thonë, është një kohë cilën e kujtoj me shumë nostalgji, se gjithmonë fëminia është koha ma e mire jetës. Nuk kthehet kur. Kur nuk kthehet, dhe me thonë, je pa brenga, je pa probleme thjesht. Mediat shkruara nuk ka pas shumë. Ndoshta kanë qenë një ose dy. Bujko edhe për neve fëmijëve ka qenë Gazeta e Pionierit, nëse zgaboj, se une me kujtes nuk jam fort mirë. Me memorje, normalisht përshkak edhe ngarkesës në profesione, në gjitha sferat jetës, sikur çdo shqiptar. Sikur çdo shqiptar. Dhe mirë po, ndoshta ajo ndjenja që kemi qenë shumë të shtypun prej dikuj tjetër, gjithmonë na ka bo me u mobilizu me zvete, me qenë ashtu sikur në kangë që e ka vla nuk e vre. Gjithmonë mu ka dhonë hapësirë që sa e ko meritu. Mirë, Adelina, pas këngës të parë, normal që edhe u rrit interesimi, ka zgjuar kurreshtin tek kompozitor tjerë dhe kështu që si ka rrjedh pastaj me këngë tjera. Ke filluar edhe më shumë ta përjetosh muzikën e ti, përjetosh çdo gjëra. Kom qenë fëmijë i parë që tu ritualitojnë. Sa keq është me fol njeriu për vete, po nganjëherë duhet. Ma mirë me thonë mendje madhe se mendje vogël. Po bëj shaka, s'ka kjo, kur gjë të bëj me mendje madhësi. Kom qenë fëmijë i parë që e ka marrë guximin me u rrotullu në skenë. Sa atëre ka qenë ndryshe, ka qenë një kohë kur ka mbret në komunizmi. S'munemi me ikra realitetit. Edhe ke pas urdhnin me najtë kështu para mikrofonit, urdhnin, po e thonë kushtimisht urdhnin, s'ka qenë urdhën, po tu ka sugjeru me najtë. Jo, në ndryshe kom përjetu këngën edhe mu ka duk që në qatë momentun e duna me bo diqka, se shikoja televizionin edhe gjithmoni kemi përcjell edhe në familje, jo vetëm që ka ndodhë Kosovë, po edhe në pjesë tjera të botës, dhe thonë show biznesin botnor.
se kjo me vallëzu e unë mos me vallëzu, edhe ko fillu me vallëzu. Ajo ka qenë ndoshta intrigante edhe për fëmijët që kanë qenë sallë, se është kom festivali fëmijëve, po në pjesa ku ko marrën akordet e Kosovës janë nda në akorde për fëmijë, në akorde për tri, në akorde për të rritën e tjera e tjera. Unë ko marrën pjesë për fëmijë, edhe mandej ajo ka qenë diçka interesante. Masani është klasifiku, se mu s'u ka duk hiq interesante. Unë e kom po që ato që ma kanë di shpirtin që atë moment me vo. Mirë, dhe si rrjedhi pastaj aktiviteti juaj e lansuat atë albumin e parë, të bëjmë milioner, nëse nuk ka bëj. Po. Si ishte në atë kohë që të kesh album? Unë nuk kom ditë asë është album, Mirë, po edhe mund kanë tregu që Adelina kime pas një kaset tonën, unë shumë, qa duhet ta shone me bu, kime shku mu fotografu. E qka duhet me bu për mu fotografu? Kështu ka qenë dhe, po. Disa gjana i mbaj mend shumë mirë. Problemi maj madh për mu ka qenë, nuk o mujtë kushqysh me duru me i lëshu flokët. Pse? Se këto kaqorejta dhe mija që gjithmonë kryojnë probleme mu. Po mirë, ta shumë pajtu me vetë vetën edhe me ato që ka jam. Po e boj një paralelen mes të kaluarës edhe të satmes. Unë u mesha me ato problemet e thjeshta ku kubre ka me qenë shumë në zetë, kur unë e ti lëshoj flokët, duhet me vesh edhe atë fustanin e madhe, kështu e ashtu. Dhe me thonë edhe, ajo ka qenë në produkt faktikisht i fabrika e kasetave në atë kohë është qujtë. Edhe është interesante, unë shumë ma vonë, si vajza adoleshente, kom kuptu që ajo ka qenë një sukses për mu. Atëre për mu ka qenë interesant me marë, me thonë, aha, qërë unë e kom bu një kaset. Sikur me ble një kukull 3. Kur gjë speciale. Ndoshta edhe nuk ja ki ditë edhe vlerën për atë arsye. Po, si duket, nuk ja kom ditë vlerën në atëhere, se asë një fëmi nuk mundet me ja ditë vlerën diçka që është e madhe. Tash është diçka krejt tjetër, tash është ajo ndër profesionalisht, ndër krenarit më të mëdhaja. Në mësim, kom qenë këto shumë letë mundën me vërtetu. Edhe të mësusja jame, edhe të arsimtarët, edhe të profesorët e mi. Shumë e përpikt, nuk ja kom leju vetët kur as një 4. Atëre, tash është shumë në trend me pas nisha edhe dysha. Në atë kohë, ke qeni i përjashtu. Mësë me pas nesh i prishët suksesi këtu. Më mendoj që është. Dhe më thonë, kom qenë shumë e përpikt, matematika më ka bo gjithmonë problem, nuk kom qenë shumë e mirë në matematikë. I kom pas lanë speciale që me vërtet shumë i kom dashtë. Speciale, e thash ato në thojza speciale ka qenë për mu. Në anën tjetër, kom pas dëshirë ato aktivitetet fizike, futbol, basket. Cila lëndë ka shku ma shumë? Edhe cilën se ke dashtë? Nuk i kom dalu në lëndë shumë. Mirë, gjuha dhe letërsia shqipe, ato e kom bove me dëshiren ma të madhe, kështu, arti figurativ. Nëjse, për muzikë më së fjasim. Gjantë matematikën se ki dështë? Matematikën e kom pas pak problem. Tash e du shumë ma shumë se sa atëherë, dhe me thonë, asë një fëmi nuk e dërë matematikën, është diçka e qëdëqme për thëmë njerëzit e ri edhe për fëmit. Matematika, geografin, historia ka qenë për mu landa ma e preferume ku e kom përbi gjdo fjallë që e ka folë qoftë arsimtarja, qoftë profesori, e kom përbi me dashnin ma të madhe. Ka ndodhë që me u kry ora mësimit edhe me ngreh për dore arsimtarin. Kom t'i mu edhe që ta, e pse kjo o po kështu, e ku është kjo e ka se, derisa e te proja. Mos flas për edukat fizike. Mirë, si do që tjetë do kujtime shkollore, kështu? Po, sa mirë që njeriu në momentet caktuar me tjetës, edhe unë jam njeri.
Do të ndjekim një këngë të kënduar nga Adelina Ismaili dhe do të rikthehemi përsëri në emisionin Spektor. Kemi edhe shumë çka për të biseduar.